Marrëveshja mes Shqipërisë dhe Italisë për sigurimet shoqërore që hyri në fuqi korrikun e kaluar, po sjell ndihmë tek qytetarët dhe jo vetëm për pensionistët. Kjo marrëveshje lejon që periudhat kontributive në të dy vendet të mblidhen së bashku dhe qytetarët të përfitojnë pagesën e papunësisë, lejen e lindjes dhe kompensimin për sëmundje. Presidenti i Pension Dinjitet Unitet, Dritan Trimçev, tregon për Skan Live se sa persona kanë përfituar nga kjo marrëveshje prej nisjes së zbatimit. Siç dihet, me një korrik të vitit kaluar, 2025, hyri në fuqi marrëveshja për sigurimet shoqërore mes Shqipërisë dhe Italisë. Ligji 29 i 2025 në Itali dhe ligji 7 i 2025 në Shqipëri. Për diasporën shqiptare në Itali, kjo datë përfaqëson një moment historik. Për herë të parë, vite të tëra pune të copëzuara, kontribute të shpërndara dhe të drejta të mohuara filluan të njihen ligjërisht. Nuk ishte një dhuratë, por ishte një fitim i vonuar i një drejte themelore kushtetuese. Kjo marrëveshje nuk erdhi rastësisht, natyrisht. Ajo ishte rezultati një pune të gjatë, një presioni që është bërë institucioneve, analiza ligjore që janë bërë problemit nga ana jonë dhe një bashkëpunimi të vazhdueshëm mes diasporës, qytetarëve të ndryshëm aktiv, mediave dhe institucioneve, kryesisht në Shqipëri, po edhe në Itali, për sa i përket institucioneve. Megjithatë, sot duhet thënë qartë, pa termine, mezzi termini, si themi ne këtu në Itali, që arritja e marrëveshjes nuk përkon automatikisht me realizimin e saj të plotë. Tashmë ka filluar faza më e vështirë e marrëveshjes. Aplikimet e para kanë dalë, bashkë me aplikimet e para kanë dalë edhe problemet e para. Pas hyrjes në fuqi të marrëveshjes janë paraqitur aplikimet e para për pension dhe shumë veta kanë marrë përgjigje pozitive. Duhet theksuar se statistikat zyrtare ende nuk janë publikuar, të paktën në Itali ato do të publikohen shumë më vonë se sa në fillim të vitit, dhe mungesa të dhënave zyrtare e bën të vështirë dhe vlerësimin e saktë të situatës reale, sa kërkesa janë bërë, sa janë aprovuar, sa janë mohuar dhe sa janë në vazhdim në shqyrtim. Megjithatë, nëpërmjet grupit ton Facebook Pension Dinjitet dhe Unitet dhe përmes kanaleve të tjera informale, kemi informacion të besueshëm se mjaft persona tashmë kanë dalë në pension, fal marrëveshjes gjithmonë. Marrëveshja sjell mbrojtje të menjëhershme dhe konkrete për punëtorët që lëvizin midis dy vendeve. Për të marrë pagesën e papunësisë në Itali, zakonisht duhet që qytetarët të kenë kontribuar të paktën 6 muaj, por këtëkush mund ta plotësojnë, duke kombinuar edhe periudhat e punës në Shqipëri. Por edhe nëse nuk e kontribuar, gjatë 6 muajve në Itali mund të përfitosh pagesën e papunësisë. Por cilat janë disa nga pengesat që po hasen për njohjen e viteve kontributive? Raste të tjera janë në proces. Ky është një sinjal shumë pozitiv dhe i rëndësishëm që tregon se marrëveshja po funksionon, por njëkohësisht kanë dalë në pa edhe problematika serioze operative, kryesisht operative. Qytetarë të shumtë raportojnë vështirësitë procedurale, mungesën e informacionit të qartë, afate të paqarta, përgjigje, afate të paqarta në kuptimin që nuk merret vesh se ku është marrëveshja, kur do të vi përgjigje dhe komunikim jo i kënaqshëm mes institucioneve përkatëse, sepse shpeshherë kur i telefonon IMSS-it edhe për 3-4 muaj me radhë, ata të përgjigjen që e ka pala shqiptare, përgjigjen akoma nuk e ka dhënë. Pra, për shumë persona, veçanërisht për moshat e mëdha, ky paqartësim sjell lodhje, pasiguri, ndonjëherë edhe revoltim. Pse nuk na përgjigjen? Pse nuk arrim të dalim në pension? Këta persona pushtohen nga ankthi. Pra, nga kjo mund të themi se transparenca është një domosdoshmëri e institucioneve, është një domosdoshmëri dhe nuk është një luks. Një nga shqetësimet kryesore lidhet me mungesën e transparencës, me sa kemi kuptuar deri tani në ndjekjen e aplikimeve. Qytetarët kanë të drejtë të dinë nëse dosja e tyre është marrë në shqyrtim, nëse mungojnë dokumenta, në cilën fazë ndodhet procesi dhe në sa kohë mund të marrin një përgjigje, qoftë pozitive, qoftë negative.
Transparenca nuk është një kërkesë teknike, por është një parim themelor i një shteti demokratik të së drejtës. Kur mungon transparenca, dëmtohet besimi qytetarëve dhe rrezikohet vetë kredibiliteti jo vetëm i marrëveshjes, por edhe institucioneve që implikohen në zbatimin e marrëveshjes. Komunikimi me qytetarët mbetet sidomos nga ana shqiptare mbetet një hallkë dobët. Dhe ky është një problem serioz, sepse qytetarët shqiptar duhet të futen në e-Albania në mënyrë që të marrin informacionet në qoftë se janë aty përgjigjet zyrtare. Dhe është shumë e vështirë që të lidhen të paktën me telefon ose me WhatsApp, për të mos thënë e pamundur, që të marrin marrëveshje dhe që të kërkojnë sqarime për situatën e tyre. Mund të shkruajnë vetëm emaile që shpeshherë marrin përgjigje të shpejta, po shpesh herë të tjera ata ankohen se përgjigjet nuk vijnë edhe për javë dhe ndoshta për muaj. Pra nevojitet një komunikim zyrtar i vazhdueshëm, i koordinuar, i kuptueshëm, që të sqarojë qytetarët dhe jo vetëm qytetarët, jo vetëm për të drejtat, po dhe për procedurat reale, vështirësitë, kufizimet, afatet. Komunikimi i mirë nuk është për të konsideruar propagandë, po është një shërbim publik. Kemi dhe probleme që duhen përballuar. Një nga këto probleme është çështja e taksimit të pensionit shqiptar në Itali. Siç e dim, pensioni shqiptar për shumicën e emigrantëve shqiptar në Itali është një pension tej mase i ulët. Flasim për 1200 2.000 euro, 2.500 euro, ndoshta për ata që kanë punuar shumë vite. Domethënë flasim për shuma jashtëzakonisht të vogla për shtetin italian, që ka kosto jetese të lartë. Ky lloj pensioni, që është pensioni shqiptar, në Itali në shumicën e rasteve do të taksohet. Pra, sipas ligjeve të paktën deri në 2025, kush ka të ardhura mbi 8.500 euro në vit, që është një minimum jetik modest, në qoftë se merr më shumë dhe në qoftë se, domethënë në këtë rast hyn dhe pensioni shqiptar, çdo shifër që kalon 8.500 do të taksohet dhe rrezikon që 1.200 euro, 2.000 euro të taksohet me 200-300 euro, që nuk është pak për një pension kaq modest që i përket 1.200 euro janë praktikisht 15 vite të punë, 16 vite të punë në Shqipëri. Nuk është një periudhë e konsiderueshme vjetërsie në punë. Kjo situatë bie ndesh një çik me frymën e marrëveshjes dhe me parimin e të drejtës sociale. Shumica e shqiptarëve kanë pensione minimale dhe një gjë e tillë nuk e shohim si korrekte, si të favorizueshme, sidomos me inflacionin e këtyre 2-3 viteve të fundit, si në Itali ashtu edhe në Shqipëri, që ka me masa gjigante dhe indeksimi nuk i korrespondon realitetit. Pensionet minimale në Shqipëri janë një problem tjetër strukturor, është një problem shumë i rëndësishëm. Rritja e pensioneve minimale jo vetëm për emigrantët natyrisht që janë në Itali, po për të gjithë pensionistët në Shqipëri. Pensioni minimal është megjithmonë i pamjaftueshëm për një jetë dinjitoze në Shqipëri. Unë do të thosha që sot një pension minimal nuk duhet të jetë më pak se 400 euro. Sot, jo vitin tjetër, jo mas 3 vjetëve, jo mas 5 vjetëve, po sot nuk mund të jetë më i vogël se 400 euro. 400 euro mund të kthehemi në nivelin e viteve 80-90. Kjo tregon që janë bërë shumë hapa përpara, po njëkohësisht për sa i përket pensionit dhe të ardhurave minimale jemi akoma shumë mbrapa. Sot pensionistët jetojnë me ndihmat që i vijnë nga merrimitancat e fëmijëve të tyre, gjë që nuk është korrekte dhe nuk është as për dinjitetin e shtetit, as për dinjitetin e pensionistit. Një shtet që nuk garanton një pension minimal dinjitoz, pavarësisht nga marrëveshjet ndërkombëtare, nuk përmbush detyrimin e tij themelor ndaj qytetarëve. Për këtë arsye, ne dëshirojmë të kërkojmë qeverisë shqiptare të bëjmë disa kërkesa, si Diaspora 91-19 ANIAP, ashtu dhe si komuniteti i
si komunitet qytetar është organizuar, i kërkojmë qeverisë shqiptare hapa konkrete dhe të menjëhershme. Kjo marrëveshje garanton të drejtat për pensionet e shqiptarëve në Itali dhe italianëve në Shqipëri dhe sjell siguri dhe perspektivë të re për pothuajse gjysmë milion shqiptar dhe 4.000 italian. Së pari kërkojmë forcimin e kapaciteteve administrative për zbartimin e marrëveshjes me stafe të trajnuara dhe me procedura më të qarta. Së dyti kërkojmë një mekanizëm transparence si nga ana e SSH-s ashtu dhe nga ana e Albania për ndjekjen e aplikimeve për pensioneve, në mënyrë që çdo njeri, çdo qytetar që ka të drejtë të ketë mundësi të informohet sapo ndodh një diçka e re në procedurën e tij. Së treti kërkojmë përgjigje të shpejta për situata të paparashikuara në marrëveshje, si për shembull nxjerrja dhe transmetimi në shtetin tjetër i vjetërsisë së punës për një person që nuk e ka mbushur moshën për pension, po thjesht do të bëjë llogaritjen e vjetërsisë së punës përpara se të mbushi moshën për pension. Deri tani rezulton që kjo gjë nuk është kaq e thjeshtë ose e mundur. Duhet bërë kërkesa për pension që të regjistrohen vitet e punës që ka në shtetin tjetër. Pra ka mjaft situata që mund të përballohen dhe të zgjidhen, të gjenden zgjidhje. Kërkojmë një strategji serioze komunikimi institucional, të vazhdueshëm dhe preciz. Qeveria shqiptare të angazhohet aktivisht në dialog me palën italiane për heqjen e taksimit në Itali të pensionit shqiptar, që kanë vlera modeste, mund të caktojnë një limit që mund të jetë 1.000 euro, 2.000 euro, 3.000 euro, janë shuma megjithmonë shumë të vogla, që nuk taksohen në Shqipëri, por taksohen në Itali, dhe kjo është një mungesë, është absurde me radhë. Kjo sepse natyrisht ka të bëjë me dinjitetin dhe dinjiteti nuk është se mund të negociohet. Për vitin 2025 u miratua një fond prej 12 milion euro, 13.6 milion euro për 2026, 13.1 milion euro për vitin 2027, 15.1 milion euro për 2028, 17 milion euro për 2029, 19.3 milion euro për 2030 dhe 21.3 milion euro për vitin 2031. Ndërkohë, 23.4 milion euro është akorduar për të gjitha vitet e mëpasshme, duke filluar nga viti 2032.